9 inspektorë të AZBR-s dhe Drejtorisë së Bujqësisë janë pezulluar nga detyra pasi akuzohen se kanë abuzuar me fondet e skemës kombëtare. Policia në bashkëpunim me Prokurorinë e Rrethit të Gjyqësor Korçë kanë finalizuar një operacion hetimor që ka çuar në zbulimin e një skeme abuzive të shkeljes së detyrës nga disa punonjës të Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural. Sipas hetimeve, u dokumentua se disa prej inspektorëve të kësaj agjencie dyshohet se kanë shpërdoruar detyrën duke falsifikuar të dhëna në aktet e verifikimit për fermerët përfitues të skemës kombëtare të mbështetjes. Punonjësit nuk kryenin kontrollin në terren për gjendjen faktike të kafshëve, ndërsa dyshohet se kanë përfituar në mënyrë korruptive shuma që varionin nga 10 deri në 50.000 lekë të reja për çdo aplikim, me qëllim kualifikimin e padrejtë të fermerëve për subvencione. Në kuadër të operacionit, Gjykata e Korçës ka pezulluar nga detyra 9 punonjës të Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural. Sipas të dhënave, veprimtaria e tyre kriminale ka shkaktuar një dëm të konsiderueshëm ekonomik në buxhetin e shtetit. Hetimet vijojnë për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë dhe vënien e tyre përpara përgjegjësisë ligjore.